Mrekullia e shndrimit të Krishtit në mal, ndër të gjitha mrekullitë e jetës së tij publike, është e vetmja për të cilën Kisha ka një festë liturgjike që bie me 6 gusht. Ndoshta do të mjaftonte kjo për të na bërë të mendojmë për joshjen e madhe që në traditën e Kisë është ruajtur karshi kësaj mrekullie. Joshje e cila me sa duket ka filluar qysh me apostujt, sepse në predikimet e tyre me sa duket ato duhet ta kenë treguar sa e sa herë këtë ngjarje të pazakonte të mrekullueshme. Të tre ungjilltarët sinoptik e tregojnë pothuajse në mënyrë identike e të njëjtën gjë bën edhe Shën Pietri në njërin prej letrave të tij. Dhe menjëherë do të na lindte pyetja si ka mundësi gjithë kjo joshje. Duke zbritur në detajet e këtij tregimi ungjillor, do ta vërejmë edhe ne menjëherë se domethënia teologjike e secilit detaj ka një vlerë shumë të madhe për të na ndihmuar të ecim në jetën tonë shpirtërore. E para se të zbresim në këto detaje, më vjen si natyrshëm të them se ungjilltarët që e tregojnë këtë ngjarje ngjajnë me dikën që ka në rastin e vet një mori perlash që na i zbraz papritmas përpara nesh. Kështu janë të gjitha detajet e kësaj pjese ungjillore, perla në vetvete. Por, na duhet të themi se nuk arrim në harkun kohor të këtij meditimi të shtjellojmë e të ndalemi mbi secilin prej këtyre. E prandaj jemi detyruar të ndalemi tek ato më kryesorët. Duhet theksuar fakti se kjo mrekulli ndolli pasi Jezusi u kishte thënë apostujve se pas pak kohësh do të ndodhte kryqëzimi i tij. Pas pak kohësh ai do të vdiste e do të ngjallej. Atë fjalën do të ngjallej apostujt ka të gjasa që e kanë menduar si një ngjallje në fundin e kohërave, por vëmendjen e tyre e ka thith ai parashikim i vdekjes së Krishtit. E kjo kishte trishtuar thellë zemrën, e pikërisht për t'u ngushëlluar zemrën Krishti dëshiron t'i bëj të shohin për një çast një vizullim të lavdisë të hyjnore. Duke treguar këtë ngjarje të mrekullueshme të shndrimit të Krishtit, Shën Luka është i vetmi që thotë se shndrimi i Jezusit ndodhi ndërsa ai po lutej. Ndoshta Shën Luka ka për qëllim në këtë rast të na bëjë të mendojmë seriozisht mbi rëndësinë e lutjes, e cila mundet të na bëjë të shndrohemi edhe ne, ose më saktë, ta lëmë lavdinë e hyjë të veprojë në ne, të hyjë në jetën tonë. Rëndësia e lutjes, perla e dytë. E pastaj këtu perlat vazhdojnë të nxjerrin njëra tjetrën. Të bën përshtypje patjetër se Jezusi duket sikur thjesht po heq velin që mbulonte hyjnin e tij, duke i bërë apostujt të shohin për pak çaste atë vezullim të lumnisë së Parizit. Interesant, lumnia e Parizit që ka vetëm një vel larg. E në lumnin e Parizit nuk është vetëm Zoti, por janë edhe shenjtrit e tij. E prandaj në këtë shndrim të Jezusit marrin pjesë edhe Mojsiu dhe Elia. Mojsiu është patriarku që përfaqëson krejt ligjin për botën hebraike, e Elia përfaqëson të gjithë profetët e të gjitha profecitë që janë thënë në Izrael. E Ungjilli thotë shprehjimisht, u duken Mojsiu dhe Elia të rrethuar me lavdi e bisedonin me të për kalimin e tij nga kjo jetë që do ta bënte së shpejti në Jeruzalem. Kjo fjala kalimin na bën të mendojmë për Pashkët, sepse fjala Pashk në hebraisht do të thotë pikërisht kalim. E kjo na zbulon në një farë mënyrë edhe përmbajtjen e bisedës së Mojsiut e Elis me Jezusin. Pra duket sikur po flasin për mundimet e tija. Më vjen në mend këtu ai rreshti në Ungjillin e Shën Lukës, ku ndërsa Shën Luka tregon për agoninë e Krishtit në kofshin e Gjetsemanit, thotë se ju shfaq një engjëll për ta ngushëlluar. E kështu, si ata që dëshirojnë ta ngushëllojnë përballë mundimeve e të vdekjes në kryq, Mojsiu dhe Elia dëshirojnë ta ngushëllojnë Krishtin që po shkon drejt vdekjes. Patjetër nuk e dim me siguri nëse kjo ishte përmbajtja e bisedës së tyre, por nuk kemi pse ta përjashtojmë si mundësi. Megjithatë me siguri nga ana tjetër e dim se prania e tyre po u jepte zemër sa s'ka apostujve që shihnin dhe që dëgjonin gjitha që po ndodhte. Përballë kësaj mrekullie, menduan se po realizoheshin ato çaste kohët mesianike që premtoheshin në besimin e vjetër. E prandaj, si gjithmonë i hovshëm, Shën Pietri hidhet e thotë: "Mësues, është mirë për ne të qëndrojmë këtu, po i bëjmë 3 tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elin." Dëshironte që gjithë ajo lumni të mos kishte kurrë mbarim. Por ungjilltari thotë se nuk dinte ç'thoshte, duke na bërë të kuptojmë menjëherë se edhe pse ai ishte joshur nga ajo lavdi, nuk e kuptonte se është vetëm një vezullim i lumnisë së Parizit. Do t'i duhej Shën Pietrit e apostujve të kalonin nëpër shkandullin e kryqit e ta përballonin pa u larguar nga miqësia me Krishtin. Nuk dinte ç'thoshte. Lumnia e Parizit ishte shumë më shumë se aq, por do t'i duhej që të përballonin shumë më shumë nga sa kishin përballuar deri aty në ndjekjen e Krishtit. Kjo mrekulli shërbente t'u jepte zemër në mënyrë që kur ta shikonin të varur në kryq të mos e humnin shpresën se ai është shërbuesi i botës, se ai është plotësia e gjithë ligjit që përfaqësohej nga Mojsiu dhe plotësimi i gjitha profecive që thanë përfaqësoheshin nga Elia profet. E ndërsa Shën Pietri po fliste, thot Ungjilli ra një re dhe i mbuloi me hijen e vet. Reja
Reja për popullin e Izraelit ishte shenjë e qartë e pranisë së hyjit, nuk ishte thjesht një mjegullnaj. E prandaj nga reja dëgjohet sot të nxjidhi ky zë që thot, ky është birim i zgjedhuri, atë dëgjoni. Është hyjë atë që vjen edhe këtu, si në besimin e vjetër, i rrethuar me ren, shenjë pranisë tij, për të bërë dëshminë e vet me birin e vet. Është për të veçuar këtu ajo këshilla e Atit, atë dëgjoni. Atë dëgjoni, thot Ati i Amshuar, ai është fjala ime. Atë dëgjoni, u thoshte apostujve e na thot edhe ne, sidomos kur kërkojmë shenja të bindshme të dashurisë së hyjit ndaj nesh. Thoshte Shën Gjoni Kryqit se hyji atë na i ka thënë të gjitha fjalët e veta në fjalën e mishruar që është biri i tij. Pasi ka thënë atë fjalë, Ati është bërë si i pagoj, sepse nuk ka ç'na thot më shumë. Pra atë dëgjoni, ne kemi shumë pyetje për t'i bërë Zotit, e ai na thot hapni unë zgjidhin, dëgjoni ç'ju thot biri im, sepse aty kam thënë gjithçka. Atë dëgjoni na thot hyj edhe kur jemi të ligështuar nga mëkati, sepse në birin na ka pajtuar me vete. Në leximin e parë, dëgjuam se si hyi i jep Abrahamit një shenjë të dashurisë së tij, duke bërë atë gestin e prerjes së një mështjere e një dashi dhe duke i vënë secilën prej gjysmave kundrua njëra tjetrës. Kështu Abrahami po bënte një gest që bëhej zakonisht në ato popuj kur dy veta dëshironin të pajtoheshin mes tyre. Zoti po lidhte një beslidhje me Abrahamin pra. Por detaji interesant është se në vend që të kalonin të dy palë përmes këtyre dy gjysmave që ishin përballë njëra tjetrës, kalon vetëm Zoti përmes këtij flakadanit madh. Pra Zoti i thot Abrahamit se ti mos kalo, se ti nuk je në gjendje ta marrësh besën, ta marrësh fjalën, je njeri, je mëkatar, kaloj vetëm unë. Zoti si thosh bën një veslidhje të njëanshme, angazhohet për vetveten kundrejt njerëzimit, dëshiron t'i bindë se është hyj që i do njerëzit pafundësisht. Edhe këtë pafundësi të dashurisë së tij pastaj do ta tregonte në mënyrë maksimale kur do të dërgonte birin e vet. Tani duhet të dëgjojmë atë, i cili na do pafundësisht shumë. Atë dëgjoni na thot hyj edhe ne, sa herë që jemi të tunduar të jetojmë jetën tonë pa dashuri e pa fe. Na nxit që të mos jetojmë siç thot Shën Pali si armiqtë të kryqit. Të mos jetojmë si bota që e urren Krishtin ose thjesht e injoron shëlbimin që ai na ka sjell, por i hapemi këtij shëlbimi. Atë dëgjoni na thot Ati për të na nxitur që të ruajmë edhe në ne atë shpresë që përshkruan shumë bukur Shën Pali kur thot se atë dheu i ynë është qielli. Pra, atë dëgjoni na thot Ati për të na mbajtur shpresën e jetës pasosën, me trup e me shpirt. Prandaj të gjitha këto detaje, shumë të tjera që e tham se nuk arrin t'i cekim në këto qaste, na bëjnë të kuptojmë atë jorshjen e madhe për cilën folëm në fillim që kisha ka ndaj këtij episodi të mrekullueshëm në jetën publike të Krishtit. Të meditojmë me shndrimin e Krishtit, do të thotë t'i hapim hyjnisë së tij e të meditojmë edhe me shndrimin që Krishti mundet të veprojë në secilin prej nesh.